Shqipëria për shqiptarët vetë, pra për emigrantët e diasporës, është një vend i bukur për të kaluar pushimet? Mu më pëlqen për vetë, mu më pëlqen. Unë jam shumë për Shqipërinë, nuk më pëlqen të rrej shumë atje. Jashtë shtetit, po çfarë bëjmë? Pra ju riktheheni vit për vit për të patën një pjesë të pushimeve t'i kalonin atë. 2 javë, 3 javë jam këtu. Nëse do të kishe ndonjë rekomandim, çfarë mund të bëj diçka më ndryshe? Si gjëra s'ka sa dush për të bë, po. Si për shembull? Shpresojmë. Si infrastruktura, qetësia, shumë gjëra tjera janë për të rregulluar, po avash. Duke bërë krahasimin me vitet e kaluara kur keni qenë këtu, çfarë kishe diçka më ndryshe? Ka shumë lloj, s'ka shumë ndryshime. Çfarë do doni diçka më mirë në Shqipëri mbase që të bëj për të kaluar pushime sa më të bukura? Trafiku na myti. Shumë trafik ka. Rrugë të rrugë. Për sa i përket infrastrukturës, pra rrugëve, si u duken ato? Rrugët jo fort mira, kanë qenë edhe më të mira. Do të kishim bë pak më mirë. Ishim në Belësh, të Elbasani. Pastaj shkuam në Korçë, Pogradec, Kruj, shkuam në Laç. Pas keni bërë një xhiro të një pjesë të mirë të Shqipërisë. Krahasuar me vitet e tjera që i keni kaluar pushimet këtu, çfarë kishte diçka më ndryshe? Ishte qemë edhe ndet, ishte pastër, kishte me shumë rregull. Udhëtuam edhe mirë në për rrugës, nuk kishte probleme. Pra nëse do të bëje një përgjithësim, do thoje që ishe shumë i kënaqur nga Po, shumë i kënaqur. Çmimet si ju dukën në krahasim me vite të tjera? Janë rregull. Mirë e kaluam. Ku ishit? Ku i bët? Në Spillë. Tash po ikem nejtë 20 ditë. Si ishin krahasuar me vitet e kaluara? Po iso ishin të arsyeshme, jo keq. Vini re ndonjë gjë më ndryshe lidhur me çmimet, lidhur me shërbimet që ofrohen? Jo, shërbimet mirë ishin, jemi të kënaqur. Bëm ca në Golem, në Pogradec, Vlorë. Nëse mund të bëni një krahasim me vitet e kaluara kur keni qenë herët e tjera këtu, si ishin këtë herë? Kishte diçka më ndryshe? Pak më qetësi, mirë ishte, nuk ishte keq. Diskutohet shumë për çmimet, si ju duken ato? Të larta. Po, infrastruktura, shërbimet, janë ato në pritshmëri tuaj apo duhet bëhet diçka më shumë? Duhet ketë pak më shumë pastërti.